Nuk ka vetë me çfarë të drejte. Zotri, kam një fëmijë ku ta çoj gocën. Kalo këtë edhe pastaj ja bisedoj. Mos guxoni të më prekni me dorë. Jo, shtëpia është e imi asi. Unë kam hapur sa gjyqësore. Të lutem shumë, shkoni le të vi kryetarja këtu, të vinë ato të flasim me ato. Ç'është kjo logjik shumë? Një situatë e tensionuar është regjistruar këtë të premte të 28 gushtit në lagjen 1 maj në Vlorë, pranë godinës së qendrës shëndetësore numër 3. Policia e qarkut të Vlorës dhe policia bashkiake kanë ndërhyrë për largimin e një familje nga ambientet e godinës shtetërore, ku sipas familjarëve, ata kanë jetuar prej afro 30 vitesh. Dajana Ruçaj, e cila jeton në këtë godinë që prej tetorit të vitit 1996, së bashku me familjarët e saj, kundërshtoi largimin nga ambientet që sipas saj kanë qenë shtëpia e saj prej afro 3 dekada. Dajana tregon se jeton me vajzën e saj të vogël, Tezen dhe djalin e Tezës. Ajo shpreh se prindrit i kanë ndruar jetë dhe se familja nuk ka një banesë tjetër ku të strehohet. Sipas Ruçajt, familja ka kërkuar prej kohësh që të trajtohet me strehim social, duke qenë ndërgjegjshme se godina ku banon është pronë shtetërore. Por sipas saj, kjo kërkesë nuk është marrë asnjëherë parasysh nga bashkia. Ajo thotë se gjatë muajve të fundit ka refuzuar bonusin e qiras që i është ofruar, pasi nuk ka pasur siguri se familja do të trajtojë më pas me një zgjidhje të qëndrueshme strehimi. Për këtë çështje, Dajana Ruçaj shpreh se ka hapur edhe një proces gjyqësor. Jam Dajana Ruçaj, kam prej 30 vitesh që banoj këtu, janë futur prindërit e mi që në tetor të 96-s. Pavarësisht përpjekjeve të nënës time që ka bërë kërkesa për të fituar shtëpi nga antibanesave, sepse kjo është një godinë shtetërore, nuk jemi ndihmuar, gjithmonë jemi lënë pas dore. Babaj më ka ndruar jetë që në vitin 2002, nëna më ka ndruar jetë në 2017, kam vazhduar të jetoj këtu, jam bërë dhe vetë nën, kam një vajzë 3 vjeçe, jetoj me tezën time, vllajën, djalin e tezës dhe gocën time. Këto 6 muajt e fundit kemi pasur shkresa nga bashkia të tipit që të dalim me kompromis, të na japim bonusin e qiras. Shkuam që folëm në bashki, kemi pranuar bonusin e qiras me pretekstin që ta marrin tani deri në momentin që ta hapet aplikimet për rentin e banesave dhe nga enti banesave do na jepet shtëpia automatikisht. Pastaj na është ndruar, na kanë thënë që po shtëpinë nuk e japim dot me fjalë se ato janë aplikime, jo po dhe fiton dhe se fiton. E thash okay, unë nuk e pranoj bonusin e qiras. Arritëm, domethënë i bërëm procedurat deri në një farë pike dhe kur më thanë që nuk e kemi të sigurt pjesën e shtëpisë, e refuzova në mënyrë kategorike. Edhe kam hapur edhe seancë gjyqësore. Posedoj disa letra që verifikoj që kam 30 vjet këtu. Tani policia ka ardhur prap, edhe pse unë po u shpjegoj, kam thënë që jam në proces gjyqësor, thotë që do t'ju nxjerri me forcë. Nuk kanë një shkresë që të ma thonë, se po ja u kërkoj që t'ja tregoj avokatit, po janë shkresa që më kanë ardhur her pas here të njëjtat shkresa. Ferdinand Ruçaj, xhaxha i Dajanës, i bën thirrje Bashkisë së Vlorës dhe qeverisë që të ndryjnë për të ndihmuar këtë familje, e cila sipas tij ndodhet në një situatë të rëndë sociale. Jam Ferdinand Ruçaj, domethënë jam xhaxha i vajzës që po flisni, dhe dëshiroj që na bashkia dhe qeveria të ndihmojnë këtë familje të varfër, jetime. I kam vdekur prindrit, domethënë me 2 fëmijë të vegjël, s'mund të shëhidet mes rrugës, që të vinë këtu, domethënë 50 policë. Në emër të Dajana Ruçaj, këta më vinë me një urdhër të Afërdita Hyso. Afërdita Hyso është tezja ime që banon këtu me mua, por nuk ka lidhje. Unë jam Dajana Ruçaj dhe kam hapur seancë gjyqësore. Këta më vinë me shkresë të Afërdita Hyso. Nëse doni mund të ta shikoni, nuk e di. Nuk di ç'të them. S'po kuptoj. Afërdita ku banon? Afërdita banon me mua. Mban fëmijën tim kur unë jam në punë. Kujdeset për shtëpinë. Po nuk thot Dajana dalin ajo në shtëpi aty. Unë kam një urdhër të kryetarit bashkisë. Ke urdhër për Afërditën. Po të tregoj certifikatën e punësisë. Certifikata është e shtetit, nuk është e bashkisë. Kjo është shtetit, nuk është e bashkisë kjo. Nuk e ka marrë pronë bashkia akoma atë. Këtë e di unë të sigurt edhe ke aty të shkruar. Kjo është e shtetërore. Hapet ta shikojnë të gjithë këtu. Është certifikat shtetërore e shtetit, jo e bashkisë.
Si do, kjo është Afrodita Yusuf, valla. Do na ndihmoni bëni Afrodita Yusuf. Do na ndihmoni të të dali Afrodita Yusuf, valla, jo të dali Diana Ruçaj, ma jep mua fletën. Jeton ka të dytë që pa. Ore, ma jep mua fletën këtu ta lexoj unë. Hajde, çuna. Do ju lutem largoni pak. Vjera çik këtu. Vjera fletën këtu që të shikoj. Fotografoje, jo vetëm. Është Afrodita Yusuf, valla, që do dali. Çish do ta nxjerrin këta? Po çish do nxjerrin këta Diana na shtëpia këtu njerëz, se kuptoj. Mos më prekni me dorë. Nuk kam asnjë shkresë Diana Ruçaj, vini me shkresa të tjera me Afrodita Yusuf. Shtëpia është e imja, letrat i posedoj unë, kam hapur seancën gjyqësore, vazhdon seanca gjyqësore, jam në proces. Në momentin që do vendoset diçka, një ligj apo një gjë, do ta liroj unë godinën. Thjesht kërkoj një shtëpi, asnjë gjë tjetër. Një shtëpi të fuz vajzën time. Dhe jo të përsëritet historia. Ma në parë. Hajde një sekondë më. Hajde një sekondë. Atë do ma fuzësh mua në parë. Pastaj do kalosh këtu. Të lutem. Largoni, merre kreta, merre klan, merre plunën, largoni. Në përpjekje për të ndaluar largimin nga banesa, Diana Ruçaj ka komunikuar edhe me avokatin e saj nëpërmjet telefonit. Ja u kam thënë në shekot, janë këtu qita ta, po më para duan të nxjerrin me dhonë, të shojnë derën. Po pra... A ta kaloj që të kryetarin, mund t'i flasësh? Jo, mos i formini. Është një Lidia, kryetare e rajonit. Jo, nuk po të jetë këtu, okej, të flasim bashkë të falë. Kemi një urdhër pune, do me thënë janë këtu dhe duan të më nxjerrin me dhunë. Duan të shyen derën, kanë ardhur me aparatura për të shyer derën. Situata është tensionuar ndjeshëm në momentin kur policia e rendit dhe policia bashkiake ka nisur veprimet. Jo, mos më prek me dorë. Mos më prek me dorë. Nuk e një flet moj ti si mund do të bëj kallëzim penal ty të parës. Do të bëj kallëzim penal. Ti çfarë? Jo, me dorë mos më prek. Hajde fol këtu. Me dorë mos më prek. Ku? Është shtëpi. Qysh të futet njëri në shtëpi? Po më përgënjeshtron, sy për sy. Pse do të spasojmë nga dera? Për çfarë arsye? Për çfarë arsye do të spasojmë nga dera? Çfarë vendimi? Nuk kam asnjë shkrim, është me ligj, nuk janë futur sot, kam 30 vite. 30 vite ma jete ti një vendim që më nxjerr me gjykat. Jo, nuk është vendim, vendimi nuk është në emrin tim. Duhet të pajisë me shtëpi, më jep një shtëpi. Më jep shtëpi. Kur e kam 6 muaj, pse se kemi bërë? Mund të ma kishit dhënë kryet 6 muajve. Si nuk kam ardhur, nuk kam pranuar bonusin, po jo shtëpinë. Duhet shtëpi. Më pas ndërhyrja është bërë me forcë. Diana Ruçaj është larguar nga dera e banesës mes kundërshtimeve të saj dhe të familjarëve. Nga dera do ikësh. Nga dera do ikësh. Nga dera do ikësh. Hajde, hajde, hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Hajde këtu. Vazhdoni. Çojë në ambulancë, çojë në ambulancë. Çojë në ambulancë. Çojë në ambulancë, hajde vazhdo. 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 Hajde. Merë një ndaj. Të tena, jo të shmijas, ku ta fus qupënur, ku ta fus qocën. Çojë në ambulancë. Me forcë, punonjësit e bashkisë kanë ndërhyrë edhe për hapjen e derës së godinës. Familjarët kërkojnë transparencë mbi procedurat që po ndiqen dhe dokumentacionin përkatës që lidhet me kërkesën për lirimin e godinës. Ata shprehen se nuk kundërshtojnë faktin që godina është shtetërore, por kërkojnë që familja të mos mbetet pa një zgjidhje strehimi. Kemi xhirjetën. Kemi rritur fëmijët, kemi 2 vite këtu. Çfarë bëhet, ju lutem? O shteti, çfarë bëhet shteti? Çfarë bëhet që me gratë janë pa burra? Jam me halle. Jam me të gjitha. Jo shteti, ky shteti. Qa shteti është i prunës? Pruna që po i shkatron të qitë. Pruna i zori në rrugë të qitë. Ju lutem, më lini të jetoj. Se i me motër vdiq. Vajti në Itali. Vajti për shtëpi. Ju lutem, se e shqyeni terën.
nga tini nga shpia, që ka nuk një pare, që ka mbytë e ju lutem jo, sare, se s'ka pandin nga shtiqja s'njerë, na keni ti dhe gjeneruar pa të 6 muaj, për çfarë kush arsyeja, ju lutem, se nuk po të streho fëmijët, i ka fëmijë këtimët, mos u fut brenda. Dua deklaratë për të thënë. Po hajde filmose, Jo, fare ty nuk të punë. Se shqyr. Kush ma dha shqyrjen e teve, kam një të tërqetë. Kam një të tërqetë. Jam e simbol këtu, nuk kam punë këtu. Fare prunita të këtu, nuk filmose. Ku do fleson dhe unë? Ku? Nuk kam nevoj nga juve. Nuk kam nevoj, duhet të më kishim. Qetur dërtes, edhe unë të vija, edhe unë të ika si njëri. Dajana Ruça i kërkon një banesë për familjen e saj, duke kërkuar që institucionet t'i japin një zgjidhje përfundimtare situatës së tyre. Unë kërkoj të pajisem me shtëpi, dua shtëpi, dhe me ta marrin godinën të bëjnë çfarë duan në fund të fundit. Kam 30 vite këtu dhe besoj se e meritoj. Nuk do dilni nëse nuk. Jo, absolutisht që nuk pranoj të dalin nëse unë vetë me dëshirë nuk pranoj të dalë. Duket pak e tepërt një prezencë e madhe e forcave të policisë. Është shumë e tepërt edhe nuk e kuptoj, sepse mbi të gjitha jam vetëm unë. Është shumë fare, më duket sigur, nuk e di, domethënë nuk di se si ta shpjegoj dhe realisht jam në një fazë pak, më mundohem të jem edhe e qartë me juve. Jam në fazë pak shok, se me gjithë sikletet që kam kaluar, më vjen e nënën, ose e babit. Dhe nuk e di. Mbi gjitha vetëm unë jam me këta që po flas, se di mbas unë dukem person i rrezikshëm, nuk e di. Pas gati 30 vitesh në të njëjtën godinë, familja Ruça është përballur këtë të premte me largimin nga banesa, ku ka jetuar prej vitit 1996. Mes tensioneve dhe ndërhyrjes së forcave policore, familjarët kërkojnë tashmë një përgjigje nga institucionet, një zgjidhje për strehimin e tyre dhe sqarim të plot mbi procedurat që kanë çuar në largimin e tyre nga godina.